Policia ka arritur të gjejë motorin e përdorur në atentatin me 4 të plagosur në Lundër, ngjarje ndodhur në mbrëmjen e së njëjtës. Në një njoftim zyrtar, Policia e Tiranës shprehet se në fshatin Fikas, Mullet, ka gjetur një motor të djegur, që dyshohet se është përdorur nga autorët e atentatit që shkaktoi plagosjen e 4 personave, 2 prej të cilëve të mitur, ndaj të cilëve u qellua me breshëri automatike. Tiranë, informacion shtesë, në vijim të kontrolleve të pandërprera dhe të veprimeve hetimore, që po kryhen nga grupi i posaçëm hetimor në drejtim të prokurorisë, me qëllim zbardhjen e rrethanave të ngjarjes së ndodhur më datë 17/4/2025 në Lundër, u qellua me armë zjarri në drejtim të një automjeti me të cilin qarkullonin 4 shtetas. Shërbimet e policisë ditën e sotme kanë gjetur në afërsi të fshatit Fikas, Mullet, një motomjet të djegur, i cili dyshohet se është përdorur nga autorët e kësaj ngjarjeje. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe sigurimin e çdo prove që do të çojë në identifikimin dhe kapjen e autorëve.